Një nga lajmet më të bujshme të ditës së djeshme ishte rënja jashtë në skuadrën e re i Manajt të klubi Sivasporit për ndeshjen delikate ndaj Samsunsporit, që mund të rezultojë vendimtare për fatin e sezonit në luftën për mbijetesë. Mediat turke raportuan se vendimi kishte ardhur nga bordi i drejtuesve të klubit, të pakënaqur me paraqitjet e fundit të lojtarit, i cili kishte marrë kritikat nga trajneri për shkak të inaktivitetit të tij në fushë. Një vendim i rëndë që praktikisht i mbyll dyert për të ardhmen vazhdimësisë së Manajt në klubin turk, ku ka pasur jo pak herë përplasje. Por sot klubi Sivasporit ka theksuar në një publikim në faqen e vet të internetit se mungesa e Manajt kishte lidhje me probleme shëndetësore. Rehi Manaj, i cili ka vuajtur nga dhimbje në i prej kohësh, si dhe Gjorgje Nikolić, Jan Bikanski dhe Noah Sonko Sandberg, të cilët janë ende të lënduar, dhe Tonka Çigerçi, i cili është pezulluar me karton të verdh, nuk janë përfshirë në ekip, shkruhej në njoftimin e klubit. Një deklaratë e papritur e cila ngjan më shumë me një justifikim, pasi në javët e mëparshme nuk është diskutuar asnjëherë situata e këtij tëmtimi misterios të Manajt, i cili ka mbajtur barën kryesore në sulmin e Sivasporit në këto 2 sezone.